Kryeministri prezanton kandidatët e qarkut të Vlorës dhe kritikon disa nga deputetët aktual për sërit objektivin për antarësimin në BE brenda vitit 2030. Edi Rama mbledh operatorët turistik, jepini fund abuzimit me netët e qëndrimit. Këtë verte i kalojmë rekordin e numrit të turistëve në sezonin e kaluar. Mjekët ngren shqetësimin për rritjen e rasteve të konsumimit të drogës te të rinj, kombinimi i lëndëve narkotike me alkoolin çon deri në humbje jete. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Me bindjen se skuadra e përzgjedhur për Vlorën është më e mira që i është ofruar ndonjëherë këtij qarku, Edi Rama prezantoi kandidatët për deputet. Kryeministri u shpreh i bindur se Shqipëria do të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian si anëtare brenda mandatit të 4 të Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama prezantoi kandidatët e Partisë Socialiste për Vlorën. Nga bastioni i majtëve, Rama u shpreh se skuadra e përzgjedhur është oferta më e mirë për qarkun e Vlorës. Besoj që është një cilësi që e reflektojnë edhe skuadrat e qarqeve të tjera, po këtu në Vlorë në mënyrë specifike besoj që ka një harmonizim të shkëlqyer midis ambicjes son, qëllimeve tona, komunitete, prejardhje dhe pa tjetër edhe opinione jo gjithmonë të njëjta. I japim qarkut Vlorës një ofertë që nuk ja kemi dhënë më parë me këtë lloj larmie. Kryetari i Partisë Socialiste përsëriti objektivin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Ne jemi një hapësirë ku ka vend për gjithë. Ne ndajmë qëllimin e madh që në këtë moment në histori ta shtym deri në fund procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, të rrisim më tej atraksionin e ofertës që ka Vlora, që ka Saranda, që ka Delvina, që ka Konispoli, që ka Finiqi, që ka Selenica, për t'i dhënë një fuqi të shtuar vazhdimisht komuniteteve, ekonomisë vendore. Rama nuk i kurseu kritikat për deputetët aktual të Vlorës, që sipas tij nuk kanë bërë sa duhet për të qenë më afër me qytetarët. Nuk kanë rrezatuar asgjë në raport me atë që duhet të rrezatonin këtu në Vlorë. Dhe mbi të gjitha që nuk kanë krijuar dot me njerëzit dhe për njerëzit atë sinergji mes të qenit qytetar që ndajnë të njëjtën hapësirë dhe të qenit përfaqësues të tyre, duke ju gjendur pranë, duke i begenisur, duke ju qarë hallin edhe kur nuk u zgjidhin dot. Kryeministri Edi Rama u shpreh i bindur se Partia Socialiste do të arrijë një fitore edhe më të thellë se ajo e zgjedhjeve të kaluara në qarkun e Vlorës. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Vlora se këtë verë Shqipëria do të tejkalojë rekordin e numrit të turistëve të vitit të kaluar. Në takimin me turoperatorët, ai kërkoi që të ndalet abuzimi me fshehjen e netëve të qëndrimit në njësitë akomoduese. Rama tha se brenda majit përfundon pista e aeroportit të Vlorës që do të jetë në funksion të turizmit. Kryeministri Edi Rama u takua me operatorët turistik të cilëve u tha se vera e këtij viti duhet ta tejkalojë numrin prej 12 milion turistësh të regjistruar në 2024. Shefi i qeverisë kërkoi të jepet fund abuzimeve nga hotelet sa i takon netëve të qëndrimit. Duhet jemi shumë të vërtetë që ka një hile të madhe që e bëni të tërë ju. Një hile me deklarimin e netëve të fjetjes. Dhe ne tani, për t'i dhënë mundësi të dilni faqebardh nga kjo fazë informaliteti, ku ju kemi ulur të vëshën prej vitesh tani më poshtë se të tëra vendet e tjera, 6% nuk e ka asnjë vend në mesdhe, asnjë nga vendet e rajonit. Ja u kemi ulur 6% pikërisht që të deklaroni sa
Duke shfrytzuar praninë e kryebashkiakut demokrat të Kavajës, Fisnik Qosja, kryeministri Rama premtoi investime në këtë zonë që do të shërbejnë zhvillimit të turizmit. Na mbetet vetëm Kavaja, kemi pasur çik probleme primare në Kavaj, por besoj që do ta kapërcejmë atë traumë dhe besoj që me rrugën e lidhse të Kavajës me Bregdetin, që është një projekt i kryetarit Bashkisë Kavajës, i cili e përshëndes ka ardhur këtu, e pash që ishte pak i turbulluar nga primaret, por besoj që po patjetër me dy gishta gjithmonë. Në takimin me operatorët në Vlorë, Rama ironizoi Lulzim Bashën, të cilit i kujtoi premtimin për ndërtimin e tramit në Tiranë kur kandidonte për kryebashkiak. Për tramin në Vlorë të thash që do të na duhej Luli, ne nuk dim të bëjmë trame. Luli ka bërë një tram në Tiranë, i cili siç e kanë parë qytetarët e Tiranës është shumë i suksesshëm, me një shpejtësi maramëndse, ka përxen gjithë problematikat që krijohen nga trafiku. E kishte planin që ta çonte deri në Durrës, por për shkak se Zuri Gjumi e la vetëm në Tiranë, kështu që nuk e di sa mund të bashkëpunohet me të, por shpresoj që mos të arrihet për shkak të tramit që të çohet Vlora në këmbë, thotë duam Lulin kryetar bashkie. Kryeministri dha lajmin se pista e aeroportit të Vlorës do të përfundojë brenda muajit maj. Pasi kryeministri Edi Rama ironizoi nga Vlora, Lulzim Basha nuk ka vonuar t'i kthej përgjigje. Nga Athina, ku ka shkuar për të takuar me emigrantët shqiptar, kreu i Demokratëve Euroatlantik ka deklaruar se ishte kryeministri ai që pengoi projektin e tramit në Tiranë. Tramin nuk e deshi Rama pasi nuk vidhte dot në këtë projekt si bëri me incineratorët, u shpreh Basha. Lulzim Basha është shfaqur në krah të një emigranti shqiptar në Greqi, duke përsëritur refrenin e ditëve të fundit. Ai është drejtuar Edi Ramës duke i thënë se shokët i kanë në burg. Se nuk vidhse dot me tramin. Ishte Franca mbrapa. Edhe the presidenti Hollande nuk e kam prioritet. Se kishte prioritet Mjekët toksikologë i japin alarmin për shtimin e konsumimit të drograve të llojeve të ndryshme nga të rinjt. Ata thonë se kombinimi i lëndëve narkotike me alkoolin shkakton probleme të rënda në shëndet, ndërsa nuk kanë munguar as rastet e humbjes së jetës. Konsumimi i drograve tek të rinjt ka njohur një rritje të ndjeshme vitet e fundit, duke u shoqëruar shpesh edhe me përdorimin e alkoolit. Sipas mjekëve specialistë, ky kombinim ka pasojë të rënda për shëndetin që mund të çojnë deri në fatalitet. Ka pacientë të cilët konsumojnë vetëm një drogë, por dhe pacientë të cilët i konsumojnë të dyja bashkë. Pra, konsumojnë alkool në sasira të konsiderueshme dhe më pas ndoshta për të qetësuar sipas tyre ose për të ulur atë ritmin e alkoolit, konsumojnë kokainë. Shfaqja klinike është e ndryshme, patjetër që po. Janë më të rënduara, pjesa e shëndetit mendor më alteruar, patjetër që po, sepse kur vinë në klinik mund të vinë në shenjën e paranojave, mund të vinë dhe të agjituar. Pra, një agjitim psikomotor e cila shfaqet në momentin që ti i konsumon të dyja këto substancat. Rastet janë, mund të kemi një infarkt miokardi, infarkt akut të miokardit, të cilët janë mosha të reja, të cilët vinë në urgjencë në shenjat e infarktit të miokardit. Mund të jetë një kom etilike, mund të jetë një hemoragji në pjesën e kokës, që mund të ndodhi për shkak të overdozave me kokainë, por dhe nga intoksikacioni me alkool. Pra kombinimi të dyjave mund të jetë i rrezikshëm, mund të na marrë dhe jetën. Shoqëria, jeta e natës, dëshira për të eksperimentuar janë vetëm disa nga faktorët që i shtyn të rinj të jenë konsumues të vazhdueshëm të drograve dhe alkoolit. Shoqëria, ata dalin jeta e natës, pjesa sociale, ndonjëherë gjejnë dhe si ngushëllim, ose e provojnë dhe për qef, e provojnë për ta provuar, për të eksperimentuar dhe më pas ngecin dhe fillon i pëlqen dhe fillon një varësi. Mjekët këshillojnë të rinj të shmangin eksperimentimin me substancat narkotike, pasi mund të kenë pasoja të rënda për shëndetin e tyre fizik dhe mendor. Vlora duket se do të jetë një nga destinacionet kryesore të turistëve edhe gjatë këtij viti. Frekuentimi nga huajt sipas operatorëve ka nisur që me fillimin e pranverës dhe pritet të arrijë kulmin në muajt e verës.
Me fillimin e muajve të pranverës, operatorët turistik të Vlorës raportojnë një rritje të fluksit prej 15% krahasuar me vitin e kaluar, duke shënuar një fillim të fortë për sezonin e verës. Përgjithsisht në pranverë dominon turizmi kulturor. Përgjithsisht tani në pranverë kemi më së shumti rezervimet e kompanive apo agjencive të ndryshme që vinë grup dhe më së shumti janë, do të thoja, nga tregjet gjermane, kemi shumë britanik që janë të interesuar për qytetin e Vlorës dhe është rritur ndjeshëm numri i gjermanëve apo britanikëve që zgjedhin të qëndrojnë në qytetin e Vlorës. Përgatitjet për sezonin veror kanë nisur prej nëntorit të vitit të kaluar. Shohim një rritje rreth 30% për sezonin veror, kryesisht për muaj duke filluar nga qershori deri në tetor. Kemi kryesisht nacionalitetet e turistëve që vizitojnë qytetin e Vlorës, janë nga Franca, Gjermania, po ashtu nga Spanja, Portugalia, por duke parë kemi pasur edhe një rritje të turistëve nga Anglia, kryesisht të vit. Nëse flasim për sezonin e lartë duke filluar nga mezi i qershorit deri në fund të shtatorit, rezervimet kanë filluar që prej muajit nëntor, interesimi, po edhe rezervimet finale. Kjo rritje e interesit për të kaluar pushimet në qytetin bregdetar tregon se Vlora është një nga preferencat kryesore për ata që kërkojnë diell, plazh dhe kulturë. Për të përballuar fluksin, mësohet se shumë nga njësitë akomoduese kanë trefishuar kapacitetet për të ofruar një shërbim të denjë për çdo vizitor. Vendimi i qeverisë malazeze për t'i dhënë plazhet e Ulqinit me qira një kompanie të huaj ka bërë që politikanë dhe qytetarë të protestojnë. Drejtuesit e komunës së Ulqinit e konsideruan shkelje të rënd nismën e kryeministrit Milojko Spajić. Qindra banor përfaqësues të pushtetit vendor dhe politikanë e biznesmen protestuan në Ulqin me moton "Ulqini nuk është në shitje". Protesta u thirr për shkak të pakënaqësive lidhur me tenderin për dhënien me qira të plazheve të Ulqinit, të cilat vitet e fundit janë marrë me qira nga biznesmenët lokal. Kryetari i komunës Genci Nimanbegu tha se ky protestë është kulmi i pakënaqësisë me centralizimin e pushtetit nga qeveria e Malit të Zi. Por në një kohë fare të shkurt i shëndru në betejë dhe pakënaqësi gjithë komunitetit tonë nga trajtimi si ka Podgorica ndaj Ulqinit. Atë pakënaqësi duhemi qartë mi shpreh, duhemi zbashku mi shpreh dhe komuna, ku vendi komunës sonë dje ka shpreh atë. I kemi vu kushtet për investime. Ndërkohë përfaqësuesi i shoqatës së qiramarsëve të plazheve, Albert Kastrati, deklaroi se kompania huaj që ka marrë pjesë në tender dhe ka fituar konkursin për 9 plazhe, është favorizuar për shkak të vonesës së procedurës së tenderit që të mund të regjistrohet në Mal të Zi dhe të aplikojë. Kryeministri malazez përcolli mesazhin se Ulqini do të zërë vendin që i takon në hartën turistike botërore. Projektet e mëdha zhvillimore u sjellin fuqi ekonomike bashkive dhe zëri i tyre bëhet më i fortë. I gjithë Bregdeti shqiptar është përfshirë nga moti i keq me erë të fortë dhe dallgë të mëdha. Për të parandaluar çdo situatë të papritur për shkak të kushteve atmosferike, autoriteti portual ka urdhëruar pezullimin e linjës së tragjeteve Vlorë-Brindisi për pasagjerë dhe automjete dhe linjës Durrës-Bari. Gjithashtu është ndaluar edhe dalja në det e mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit deri në përmirësimin e kushteve të motit. Fort lumturia e tij Joan Pelushi ka mbajtur meshën e parë si kryepeshkop në katedralen e Korçës. Ai është drejtuar me një mesazh falënderimi klerikëve dhe besimtarëve ortodoks, ndërsa ka theksuar nevojën për forcimin e besimit. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Joan Pelushi ka meshuar këtë të diel në katedralen e Korçës, aty ku ka shërbyer si mitropolit për 27 vite me radhë. Të pranishëm në mesh kanë qenë jo vetëm besimtarë të shumtë ortodoks të juglindjes së vendit, por edhe hierarkia ortodokse e Shqipërisë. Kjo është mesha e parë në katedralen e Korçës pas fronëzimit të kryepeshkopit Joan, ndërsa gjatë fjalës së tij nuk ka fshehur emocionet kur ka falendëruar gjithë klerikët e juglindjes së vendit që kanë shërbyer me të. Në 5 ditë sotme, unë jam i emocionuar. Kam shërbyer për 27 vjet. E dua të falenderoj të gjithë klerikët e diocezës së Korçës për mbështetjen që më kanë dhënë. E të gjithë besimtarët
të cilët janë përpjekur për ta ndihmuar kishën. E ndarja me iko kaq e gjatë nuk është e lehtë. Megjithatë, ne ndajemi përkohësisht, sepse gjithë si krishterë besojmë që një ditë do të takohemi në qiell së bashku, kështu që ndarja është e përkohshme. Po dhe ndarja e përkohshme sjell një lloj trishtimi. Unë do lutem për këtë diocezë, sepse një pjesë e shpirtit tim e jetës time është këtu. Dhe për një kohë të shkurtër, derisa të zgjidhet metropoliti i ri, e mbuloj unë përgjegjësinë e kësaj dioceze. Dhe uroj që Perëndia na japë një njerëz të denj në këtë diocezë për të vazhduar punën që filloi për Peshkopi, vazhdoi me mua e do vazhdoj me tjetrin me radhë. Historia e kishës është e gjatë, është 2000 vjeçare. E gjithmonë Perëndia ka dërguar njerëz për të ndryshuar popullin e tij. Prandaj këtë ditë sotme do doja t'ju falenderoj të gjithëve. Mitropolia e Korçës deri në zgjedhjen e mitropolitit të ri do të jetë në mbikëqyrjen e Fort Lumturisë Joan Pelushi. Teatri Operës dhe Baletit ka vendosur të rikthejë operetën Karnavalet, shfaqja e cila kujton atmosferën e rrugicave të kaldrëmta të Korçës të viteve 30, ngjitet në skenë për 3 net me radhë duke filluar nga 24 marsi. Në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit do të ringjitet opereta Karnavalet, duke ardhur në kujtesën e publikut si një vepër që ndërthur baletin, teatrin dhe muzikën. Më poshtë se Thamaida e Tirkës, që i bleu të bijes piano, Olimpia zdje. Konceptimi regjisorial të kthem pas në vitet 30 në një rrugëtim në rrugicat e vjetra me kaldrëm të qytetit të Korçës, ku gërshetohet linja e dashurisë, humori i personazheve si dhe jetesa e atyre viteve. Të veçantë këtë vepër e bën shumë element. E para është muzika dhe gjithë këto melodi kaq të bukura, kaq të jashtëzakonshme i ka përpunuar me një mjeshtri të madhe për të sjellë majat më të larta të zërit dhe të bukurisë vokale, duke krijuar kështu një muzikë autentike shqiptare. Një histori e ngarkuar me pasion dhe tension, ku figura të ndryshme të shoqërisë shfaqen dhe krijojnë një panoramë të gjerë, duke u përballur me ndjenjat e jetës dhe vdekjes, dashurisë dhe urrëties. Krahas sarkazmës apo mesazheve të forta në asaj kohe, që ne hasim sot dhe në realitet, është e bukur sepse flitet edhe për dashuri. Për një dashuri të një moshe që shpeshherë e hasim edhe për familjet tona, e vajzat që kalojnë një farë moshe, duhet martohen sa më shpejt, të krijon familja, të parimin bazë të familjes. Dhe ku më bukur se në këtë shfaqje të karnevaleve vjen me humor, vjen me muzikë të mrekullueshme. Muzika e krijuar për këtë shfaqje nga kompozitori Avni Mula është gjithashtu një element kyç që thekson ndjeshmërinë e çdo situate dhe momenti. Ndërsa solistët shprehen se veprat të tilla në shqip janë një domosdoshmëri për publikun. Është krejtësisht e domosdoshme se të flasësh skena, që është sot për sot është skena më e rëndësishme e vendit tonë, të flasësh shqip ku ka më bukur. Dhe në fakt ne krenohemi sepse kemi muzikë të mrekullueshme, na kanë lënë një pasuri shumë të madhe. Me maska në duar dhe me veshje karakteristike të karnavaleve, Teatri Operës dhe Baletit ju fton të bëni pjesë të shfaqjes më datat 24, 25 dhe 26 mars. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndahemi këtu.